Shiroka është një nga simbolikat e transformimit të Shkodrës. Ky ka qenë mesazhi që ka përcjell kandidatët për deputet të Partisë Socialiste në këtë zonë turistike të Shkodrës. Kandidatët Edona Bilali, Gjenis Çela dhe Onit Bejleri vënë theksin tek punët që kanë nisur në Shkodër për transformimin e qytetit si dëshmi e vëmendjes së qeverisë shqiptare ndaj Shkodrës. Kjo është një zonë fantastike me potencial të mrekullueshëm turistik. Dhe kur themi turistik, është gjithë zinxhiri i vlerës që vjen mrapa, i ekonomisë që vjen në çdo familje. Qose Partia Socialiste në rang Shqipërijet garon për mandatin e 4 me synimin, objektivin final të hyrjes në Europë, për Shkodrën këto zgjedhje janë veçanërisht të rëndësishme sepse kthesën e madhe që Shkodra mori në vitin 2023 është një rrugtim që ne duhet ta vazhdojmë pa ulur as pak ritmin, që çdo votë për Partinë Socialiste është vota që punët në zonë, por në Shkodër e në qark të Shkodrës të ecin më shpejt, pa nal ritmin dhe kryesorja duke sjell ekonomi në xhepat e familjeve tona, duke sjell rimëkëmbje dhe më shumë infrastrukturë për fëmijët tanë. Punët cilat kena nis, t'i vazhdojmë dhe të vazhdojmë edhe të fillojmë edhe shumë punë tjera që na vinë mas këtyne. Jo rastisht, një nga takimet që janë bë është edhe ky takim që po bëhet në zemrën e turizmit të qytetit tonë në Shirokën. Besoj që çdo ditë më tepër, fal investimeve të cilat po bëhet, Shiroka po bëhet më atraktive për këto njerëz, për këto turista. Por njëkohësisht edhe më atraktive për gjithë ju, për me rrit fëmijët e juaj këtu, për me vazhdu me kriju progres, me kriju ekonomi, me kriju mirëqenie për secilin prej familjeve tuaja. E kena gojen plot me a kërku votën këtë herë çdo personit. Nuk ka lidhja asnjëherë bindja, çfarë bindjet politike kena. Vota këtë herë shkon për familjet tona, për fëmijët tonë, në mënyrë që ne të bëjmë një Shkodër shumë më të bukur e shumë më të mirë për secilin për ne. Ka ardhur momenti me angazhimin ton në fushën e turizmit, në fushën e peshkimit tradicional, në fushë të ndryshme edhe private, në fushën e hotelerisë, restoranteve, guidave turistike, ta bëjmë Shirokën dhe Zogajin të kenë një ekonomi qëndrueshme. Kemi nevojë për mbështetjen tuaj që këtë rrugë transformimesh mos ta ndalim për Shkodrën edhe Shqipërinë 2030, sepse nuk mendoj se ka një qytetar këtu që të mos shofi dhe të mos ketë në vëmendje gjitha punët e mira që po bëhen në qytetin tonë. Drejtuesi politik Benet Beci u shpreh se sot është një betejë për zhvillimin e Shkodrës, për projektet e nisura dhe për projektet afatgjata që e kthejnë Shkodrën në kryeqendër të rajonit. Ne jemi sot në një pikë simbolike si Shiroka, ku njerëzit punëtor me aktivitete të jashtëzakonshme, mjaftëzakonisht mikpritës, sot po shohin një ndryshim të madh. Dhe kjo është simboli i asaj për cilën ne kena punuar tash 2 vjet. Ne do ta çojmë më tej këtë punë. Sepse vërtet kemi punuar shumë. Jemi përpjek shumë. Në 2 vjet. Kudo ke kantiere, sa 30 vjet nuk është punuar në Shkodër. Dhe këtë e thot kushdo. Po kjo s'është vetëm krenari me e thënë që po kena punu. Po kjo është një kërkesë që kam. Një kërkesë që vjen për Shkodrën. Ne duhet ta vazhdojmë këtë punë. E ta vazhdojmë në ekip. Bashkia është një gjë. Qeveria është gjë tjetër. Parlamenti është një gjë tjetër. Ne duhet kemi në parlament sa më shumë deputet nga Shkodra. Edhe vetë banorët e pranishëm shprehen mbështetje për punët e mira që kanë nisur në Shkodër. Keni bë punë fantastike. Tamam vizion që keni dhënë para 4 vjetë që keni fushat, edhe ka shku gjithë e cilën në vendin e vetë. Janë majtë premtimet për çdo gjë që ja dhanë. Prandaj unë di me thonë që janë të gjitha realitet të probleme. Nuk ka probleme se duhet me lëvdu ju, keni dhënë ju për komunitetin. Edhe komunitetet do t'japin për ju.